Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tyrona Lilin për të komentuar një shqetësim tashmë që është ngritur tek publiku shqiptar në raport me Mateon dhe Rogertin. Dita e sotme ka qenë një ditë që ka eskaluar çdo normalitet. Rogerti ka kërcënuar Mateon pafund. Do të vi atje me njerëzit e mi, do ta bëjmë të keqen, deri më në mbytyje dhe deri në vrasje dhe çuditërisht produksioni nuk po reagon fare. Jemi akoma brenda një loje, akoma mund të sillen zarfa të zi dhe akoma mund të përjashtohet një banor. Çrëndësi ka 4 finalist që duhet të jenë 4 për në finale dhe duhet ne të tolerojmë një burr 40 vjeç i cili kërcënon një djalë sepse i trëmbet brenda në lojë sepse ky djalë është pretendent për ta fituar çmimin e madh. Për kërcënimet që po bëhen kundër drejt Mateos, ka reaguar dhe familja Mateo Borit duke shkruar: kur dëgjon dikë që thot do të vi tek palestra ku punon ti dhe pastaj shton mblidhi edhe shokët e tu, kupton qartë nivelin ku ka rënë situata. Nga një debat në kërcënime, nga fjalë në tentativa presioni. Sepse, le ta themi troçto, kur dikush ka nevojë të vi me fis apo të thot mbëlidhi shokët, në fakt po pranon që vetëm nuk vlen mjaftueshëm. Kjo është pasiguri që përpiqet të duket si forcë, ku të përmendësh një vend pune, një ambient si palestra dhe ta kthesh në një vend përballje, kjo nuk është më lojë, nuk është më debat. Mateo nuk ka nevojë të mbledh askënd, sepse shokët janë për situata dhe njerëz më të rëndësishëm se ti. Sepse kur je i qetë, i sigurt dhe me karakter, nuk kërkon turmë për të bërë zhurmë. Në fund të ditës, nuk është pyetja sa veta ke pas vetes, por çfarë vlerë ke kur ti je i vetëm. Dhe sa herë që dikush thot mblidhi shokët, në fakt po tregon që e ka humbur betejën me veten shumë më herët. Nga autostrada mund të shikosh palestrën, shokët edhe Mateon pas të shtunën. Do me thënë, Rogerti ka vazhduar sot së kërcënuari gjatë gjithë ditës Mateon. Unë e shikoj që Rogerti është jashtëzakonisht shumë i trembur, është shumë në presion të madh, ai e ka frikën e madhe a do ta fitoj, a nuk do ta fitoj këtë Big Brotherin. Mateo është një banor i cili jashta shtëpisë së Big Brotherit konsideron një mbështetje të jashtëzakonshme, konsideron një mbështetje fantastike dhe Rogerti është i trembur në këtë gjë dhe në mënyrën se si Rogerti nuk dihet ta përshkruan këtë trembje, nuk dihet ta flet këtë trembje, Rogerti është duke bërë ca drama që mua më duken drama fëmijaçe, do të thënë drama kalamajsh. Burri që është burr nuk e kërcënon, por ka fakte, ka argumente në debatet në të cilat i bën. Por jo ti të ngrihesh, të kërcënosh një djalin që të marrë njerëzit, të marrë shokët për çfarë arsye? Për arsye sepse ti i trëmbesh lojës, ti i trëmbesh realitetit. Në fakt, loja e Rogertit jo ka qenë. Mua më vjen shumë keq për shumicën e fansave që thonë që banorët janë në lojë, kjo është një strategji, ato nuk janë vetvetja, është një lojë e sajuar. Jo, sado që të jenë ato në lojë, sado që ato të luajnë, ato janë vetvetja. Rogerti ky është edhe jashtë, ky është edhe brenda. Historia e jetës së tij ka treguar që Rogerti është një njeri problematik në raste të tilla edhe jashtë. Dhe kjo gjë nuk duhet të duartrokitet. Por mua që më vjen më së shumti keq në këtë mes, më vjen nga produksioni, sepse produksioni është duke shitur gjithçka për interesin e disa klikimeve, është duke ulur edhe nivelin e televizionit në të cilin është, se flasim për një televizion kombëtar, i cili promovon kërcënimin, i cili promovon dhunën dhe më pas e cenzuron. Kjo është e tmerrshme. Dhe kjo është për të ardhur keq. Tani, miri ofendoi, kërcënoi, me rrop shtëpie, me non, me shqiptari dhe televizioni e cenzuroi sepse ka interesin për ta cenzuruar nga që do edhe një javë të përfiton. Rogerti vazhdon, ofendon, kërcënon, nuk ndalon, televizioni e cenzuron sepse ka interesin ndaj tij. Dhe kjo nuk është Big Brother. Big Brother vërtet është një shtëpi e mbyllur me mure dhe me karaktere dhe me ngjyra të ndryshme, por nuk është një shtëpi ku duhet vlera kryesore të jetë më e keqja.
ku duhet vlera kryesore të jetë kërcënimi, ku duhet vlera kryesore të jetë zëri më i lartë dhe ku duhet vlera kryesore të jetë një dëshmi se si funksionon kjo shoqëria është. Ledioni shpeshherë thotë që kjo është pasqyra e shoqërisë shqiptare. Okej, unë jam dakord, po e vërtet kjo është pasqyra e shoqërisë shqiptare. Shoqëria shqiptare në vitet ku jetojmë ne kështu është, se ne çdo ditë dëgjojmë vrasje, dëgjojmë prerje, dëgjojmë therrje, çdo ditë dëgjojmë këtë gjë. Por qëllimi i Big Brotherit është që këtë shoqërinë shqiptare ta civilizojnë në një formë ndryshe, domethënë të krijojnë një lloj kulture dhe ta kuptojnë që mënyra për të fituar çmimin nuk është me dhunë. Unë e shoh që Rogerti dëshiron që në mënyrë të dhunshme ta merr çmimin. Domethënë Selinën e ka ofenduar çka nuk i ka thënë dhe përsëri është mbrojtur, është suportuar dhe është mbështetur nga produksioni shkaku i atyre klikimeve. Do të thoni ju Tiran, po okej, Rogerti është duke e bërë lojën. Po pra Rogerti është duke e bërë lojën sepse Rogerti po bën budallalliqe brenda shtëpisë që publiku i Duart Roket dhe ka kurreshtjen që ta sheh. Mua më duket jo normale dhe çnjerëzore që një burr 40 vjeç, babai një fëmije, burri një bashkëshortes, një person që prindërit e tij presin për kujdesje nga ana e tij, presin vëmendje nga ana e tij, ai të merret me inate dhe mlefe loje për faktin sepse e shikon dhe ndjen veten të rrezikuar. Tani nëse do të flasim për sondazhet e hapura, unë e them me gjithë në të gjitha sondazhet që ne i kemi hapur, janë ato shqiptarë që votojnë dhe te televizioni Top Channel dhe tek Vodafone, kanë votuar më së shumti për të fituar Mateo, nuk kanë votuar për Rogertin për ta fituar. Por mua më vjen shumë keq, sinqerisht më vjen shumë keq, që Rogerti hyri me një qëllim për të ndryshuar karakterin, problemet, natyrën, presionin e jetës që e ka patur, gabimet e jetës që i ka bërë, dhe pikërisht Rogerti përzgjedhen që të rikthehet përsëri në ato gabime, përsëri të bën të njëjtat ofendime, përsëri të bën të njëjtat kërcënime, për çfarë? Në kuadër të një lojës. Do t'ishte më e bukur që Rogerti këto 7 ditë të mbetura të mos tregon atë arrogancën e tij, të mos tregon atë inatin dhe mlefin e tij, sepse e kemi parë më 3 muaj e gjysmë, por të vendosën të tregon vlerat e bukura që ai ka si njeri. Ka thënë shpeshherë që unë jam njeri i mirë, por ti nëse je njeri i mirë, urdhëro vërtetoje. Urdhëro, dëshmoje çfarë njeriu je. Mos e trego dhe në 7 ditën e fundit të keqen më të madhen tënde, sepse duhet ta kuptosh, Big Brother është një format i cili mbahet mend, domethënë çdo gjë që ti e bën është një arkiv. Ti sot thjesht e ke suportuar edhe më shumë Mateon dhe ti automatikisht me formën e lojës që e bën, në vend që ti dëshiron që Mateo të rrëzohet, në vend që ti dëshiron që Mateo të bie, në vend që ti dëshiron që Mateo të mos të jetë fitues, ti thjesht ke suportuar dhe e ke ngritur Mateon në atë stat që ti Mateon je duke e bërë fitues me dorën tënde. Do të thënë qëllimi i Rogertit është të fitojë çmimin e tij, por e ka me qëllim që Mateos të japë çmimin. Mua më duket njerëzore që një djalë të ofendohet, të kërcënohet deri në këto nivele, për ditë të tëra dhe produksioni mos reagon në asnjë mënyrë.